datat 19 deri me 24 maj të vitit 1999. Në Kosovë ndodh një nga masakrat më të tmerrshme të kryera nga forcat serbe, masakra në burgun e Dubravës. Duke synuar forcat jugoslave dhe serbe, NATO-ja bombardoi burgun me 19 maj dhe 21 maj të vitit 1999. Nga 22 maj në ditët në vazhdim forcat serbe të sigurisë rreshtuan afërsisht 1000 të burgosur në oborr dhe qelluan mbi ta me snajper, mitralozë dhe granata nga muret e burgut dhe kullat për roje, duke lënë të vrarë mbi 160 të burgosur shqiptarë, plagosur mbi 300 të tjerë. Të burgosurit u vranë dhe u ekzekutuan pa ndonjë urdhër gjyqësor. Imbjetuar i kësaj masakre ishte edhe ish ushtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Niazi Kryeziu. Aktivisti e ishi burgosur politik Kryeziu vjen në një rrëfim emocionues të pa dëgjuar më parë për dokumentarin ekspoze rreth fillimeve të veprimtarisë së tij, angazhimit në luftë, tortura njerëzore të përjetuar në burgje, e veçanërisht në burgun e Dubravës. Me një emocion dhe krenari që shpërfaqet vetëm tek njerëzit që kanë shkruar historinë me angazhimin e tyre, Kryeziu përshkruan me detaje se si nisi gjithçka në angazhimin e tyre për vendin. Kryeziu tha se pas përgatitjes, grumbullimit të armatimit, kontakteve me celulat e para të ushtrisë çlirimtare, në fillim të prillit të vitit 98 kanë udhëtuar që t'i bashkohen UÇK-s në zonat e Drenicës, ku tashmë kishte nisur lufta. Ne kemi qenë aktivist të Unionit Pavarur Shkollës Lartë Pedagogjike në Prizren. Kemi qenë këshilli organizativ dhe Unioni. Dhe në fund të vitit 97, ne nuk kemi ndërprerë protestat për 1 tetorit 97-ës, deri në pranverë. Në fund vitit 97 kemi vënë kontakte me njerëz që kanë qenë celulat e para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe kompletisht kryesia e Unionit jemi angazhuar që të bëjmë shtrirjen, regrutimin, grumbullimin e armatimit dhe të marrim instruksione nga njerëz me të cilët ishim në kontakt. Dhe në fillim të prillit të vitit 98 kemi udhëtuar fizikisht gjithë që të jemi pjesë e UÇK-s në zonën e Drenicës. Kryeziu me stoicitetin që e karakterizon tregon kalvarin e vështirë dhe që i ka lënë gjurmë të pashlyeshme në jetë burgosjen e tij. Si pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ai së bashku me luftëtar të tjerë u burgosën me 23 maj të vitit 1998 dhe me 11 shtator të atij viti dërguan në burgun e Nishit, ku qëndrojnë deri në vitin 1999. Në vitin 1999, Kryeziu tregon se së bashku me 250 të burgosur të tjerë, i vendosin në burgun e Dubravës. Ai tregon se nga masakrat e kryera në burgun e Dubravës ndërmjet datave 19 dhe 24 maj të vitit 1999, ai së bashku me shumë shokë të tij përjetuan trauma të tmerrshme. Ne jemi burgosur me 23 maj të vitit 98 si pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe jemi dënuar me 11 gusht 98-ës, ndërsa me 11 shtator jemi dërguar në burgun e Nishit deri në vitin 1999. Në prill të vitit 1999 na kanë kthyer për çështje sigurie nga burgu i Nishit, jo vetëm neve, por mbi 200-250 burgosur në burgun e Dubravës. Dhe aty kemi qëndruar deri në maj, në fakt me 19 maj kanë filluar bombardimet e NATO-s dhe prej 19 maj deri me 24 maj ka viju çdo ditë dhe çdo moment ekzekutimi i skenarit masakrës Dubravës, ku ne kemi qenë gjithë unë dhe shokët e mi, kemi qenë po në atë burg dhe natyrisht që kemi humbur shumë shok janë plagosur dhe kemi përjetuar trauma të tmerrshme. Ishi burgosuri dhe imbjetuar i masakrës së Dubravës Niazi Kryeziu, tortura dhe krimet e kryera në këtë burg, i krahason me ato të kryera në kampin famkeq të Auschwitzit. Ai potencoi se në këtë burg ka dominuar sjellja shtazarake dhe urrëtia, veçanërisht ndaj pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ka qenë gjendje lufte dhe gardianët e kanë përdorur një parollë të vetën, një slogan me thonë. Ata thonin tash nuk ju rrahim, po ju vrasim. Ka qenë mund ta krahasosh lirisht
me Auschwitz ose me Sobiborin e luftës dytë botërore, sepse nuk ke qenë i burgosur në tretmanet e konventave për drejtat e njerëzit. Aty ka dominuar vetëm sjellja shtazarake dhe urrejtja ndaj nesh, specifike sidomos për pjesëtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Kryesiu tregon me detaje për njohjen, bashkëpunimin dhe miqësinë me ish krerë të UÇK-s dhe ish udhëhecit e shtetit Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Ai potencoi se që pas lirimit të tij nga burgu e deri më sot gjithmonë ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i Hashim Thaçit. Pas jam liruar nga burgu me 27 mars të vitit 2001, pas 2-3 ditësh ai kom rivendos prap kontaktet me Hashim Thaçin dhe me Kadri Veselin dhe me gjithë shok dhe jam aktivizuar në Partitë Demokratike. Dhe që nga viti 2001 e deri sot kam qenë gjithmonë bashkëpunëtor i Hashim Thaçit dhe në njëjtën kohë kur Hashim Thaçi është bërë presidenti i Kosovës, kam qenë bashkëpunëtor, këshilltar dhe njeri shumë i afërt i Kadrit Veselit. Unë mendoj që Hashim Thaçi ka qenë zbashku me shok, kreatori asaj që ka pasur në Kosovë, sidomos mas 99-s, mas mbytjes luftës. Momentin që Hashim Thaçi ka bërë hapat e tij në politikë, e ka shikuar shumë më gjerë peizazhin e zhvillimeve politike dhe ka qenë njeri i cili ka ditë hap për hap ku do ta çojë vizioni i tij së bashku me partnerët ndërkombëtar dhe vendor, por natyrisht edhe me njerëz që ka pas krah për krah në Partitë Demokratike. Deri në ditën e zgjedhjes shpalljes pavarësisë Kosovës, po edhe pastaj ndërtimin institucional, mendoj që vizioni i tij edhe sot dëshmohet që ka qenë vizioni i kohës. Ai pati kritika të forta në drejtim të gjykatës speciale, duke cilësuar si të shpifur dhe të kërditshme. Kryesiu tha se ish krerëve të UÇK-s të burgosur në Hag jo shkelur gjë drejt dhe se të njëjtit janë mbajtur peng. Ai potencoi se mungesa e tyre në Kosovë gjatë këtyre viteve ka bërë që orientimi i Kosovës të devijojë dhe qaloj. E para, për mua, gjykata speciale është proces i shpifur, edhe i gërditshëm. Nëse ju kujtohet, ka lind nga një projekt famkeq për trafikimin e organeve dhe pastaj u shmang, u deviju nga ajo temë. Dhe e dyta është një sistem burokratik i cili burimet të gjitha informacioneve i merr nga organet e sigurisë serbe dhe nga dëshmitarët, po edhe nga njerëz që ja bëjnë edhe sot argatin Republikës Serbisë në Republikën e Kosovës. Dhe është shkel çdo drejt qoftë edhe me ligjet me cilat, mbi bazën e cilave është votuar në Parlamentin e Kosovës projekti i dhomave specializuara. Ata janë mbajtur peng, ata janë mbajtur pa asnjë drejt njerëzit bazuar në konventat ndërkombëtare dhe i mohohet edhe sot secilit nga ta, jo vetëm Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit, po të gjithëve edhe Calin që e kemi dënuar, edhe njerëz tjerë që i kemi dënuar atje dhe që janë nën vujtje të masave të paraburgimit deri në vendimet e plotfuqishme, mendoj që për mua është një institucion morbid i cili nuk din ta shpjegoj vetveten. Është e padrejtë mungesa Hashim Thaçit dhe gjithë shtetëtarëve të Kosovës, së pari është mungesë që i lëshon rrajt thellë në familjet e tyre, mungesa, në shoqërinë e tyre, por mbi të gjitha orientimi institucional dhe rrugtimi i Kosovës ka pas edhe devijime, edhe qalime, edhe pengesa. Kryesiu beson fort dhe fuqishëm që do të ketë një vendim lirues për ish krerët të UÇK-s dhe sipas tij vetëm një vendim i tillë e kthen drejtësinë e vonuar. Në bazë të asaj që poshtë edhe publike, prokuria e ka punën e vetë si organi akuzës, po unë mendoj që nuk lidhen direkt asnjëri nga të akuzuarit në dhomat e specializuara me ndonjë krim specifik ose me një dëshmi relevante. Por ata është vetëm vendimi i lirimit përgjithshëm, ajo që e kthen drejtësinë e vonuar, mirë po nuk do të riparoj dëmet që janë bë, qoftë për ata si individ për vujtjen e tyre mbi 5 vjet atje, familjet e tyre, por edhe Republikën e Kosovës. Niazi Kryesiu kthehet pas në kohë dhe flet për lirimin e kryeministrit aktual të vendit Albin Kurti nga burgu i Nishit. Ai tha se i njëjti është liruar me nënshkrim të presidentit atëhershëm të Serbisë Vojislav Koštunica. Kryesiu si ishi burgosur në burgun e Nishit,
tha se asnjë tjetër duke përfshirë të burgosur politik, aktivist, adhetar apo pjesëtar të UÇK-s si janë liruar me një vendim të tillë. Ai potencoi se duhet të ketë shpjegime nga Albin Kurti në lidhje me këtë çështje, por edhe duke kritikuar partitë për mosveprim në kërkimin e përgjegjësisë. Para, qëndrimi jam bazohet mbi një dokument i cili është i lëshuar dhe i nënshkruar nga ish presidenti serb. Dhe unë nuk di dikush tjetër nga ish burgosurit, qoftë politik, qoftë aktivist, adhetar, qoftë pjesëtar të UÇK-s, që janë liruar me një vendim të tillë. Do të thotë ka të bëjë me çështjen që unë e kam pas në raport, sepse unë kam qenë një burgos në politik dhe kam qenë si akuzuar si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës për gjoja supozimin e veprave të mia që i kam bë kundër rendit kushtetues të Serbisë. Dhe ne nuk kemi një të tillë, ne gjithë kemi një vendim që Parlamenti i Serbisë ka marrë një vendim për abolim dhe transferin me një paragraf të vazhdimit të mbajtjes së burgut në vendin ku është kryer vepra penale. Dhe për mua unë qëndroj prapë në ato që e kam thënë, duhet shpjegime nga vetë zoti Kurti, po edhe nga ata që din me shpjegu këtë temë. Ju e dini që zoti Kurti, kryeministri i Kosovës, ka një ekip njerëz që janë taft të bëjnë shpangjen nga vërteta. Gjërat që ata kanë kritiku kur kanë qenë në opozitë, sot i bëjnë dhe janë norme pranueshme. Dhe fatkeqësisht partitë opozitare, edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, edhe AAK-ja nuk kanë edhe sot një koncept tillë përballjes dhe kemi dy anshmërinë. Ata kanë shmangjen e të vërtetës, partitë opozitare kanë shmangjen e të vepruarit në rolin opozitar. Ekspozita e hapur në shesh me autorsi të Shkël Dhengashit, ku vërtetua se kishte pasaktësi të thella, hapi një diskutim të thellë në publik nga ku erdhen reagime të forta. Një reagim i ashpër erdhi edhe nga drejtorisha e fundit për të drejtën humanitare Natasha Kandić, e cila potencoi se ekspozita Gashit ka pasaktësi të shumta dhe duhet të largohet urgjentisht. Ajo potencoi se është shqetësuese përpjekja e Gashit për të hedhur përgjegjësinë tek fondi për të drejtën humanitare. Në lidhje me këtë çështje, kryesiu tha se institucionet e Kosovës dhe të sigurisë duhet të marrin përgjegjësi për skandalin që ndodhi në shesh me një ekspozitë të tillë. Ai tha se kjo ekspozitë ka qenë e qëllimshme për të shmangur vëmendjen e opinionit publik. Institucionet e Kosovës, natyrisht, unë mendoj që edhe institucionet e sigurisë nuk e kanë luajtur rolin e vet. Ka konformizëm edhe aty. Po me sa diun nga ajo që kemi parë media, Kuvendi i Kosovës ka dhënë buxhet për atë ekspozitë, ndërsa dy aktorë të cilët supozohet që kanë qenë autorë të asaj ekspozite, për mua nuk dallojnë narracionin e tyre nga narracioni serb i Beogradit, edhe ai zyrtar dhe ai populist, dhe mendoj që ka ardhur koha që njerëz të tillë ta thonë publikisht pse dhe nga çfarë arsye e bëjnë për mbi 26 vjet atë narracion temë ditore. Një faj tjetër për këta dytë dhe për shumë tjerë të modelit të tyre kanë edhe mediat e Kosovës, sepse i kanë ullur si panelista, i kanë ullur si analista, me orë të tëra kanë helmu opinionin publik në Kosovë, kanë deformu narracionin e vërtet mbi luftën dhe kanë dashur të na rimbjellin edhe njëherë dashurin për ish Jugoslavinë dhe multietnicitetin i cili ka qenë veç politik, kur s'ka qenë real, në 6 republikat e ish Jugosllavisë dhe 2 krajinat, dhe mendoj që duhet marrin përgjegjësi ata që e kanë bërë, sepse sot një klikim i thjesht në rrjetet sociale të jep sakt shifrat e gjithë të rënëve në gjitha mbi 200 masakra, 204 masakrat në Kosovë, sepse janë mbi 25-6 vjetore që janë bërë dhe i din gjithë. Dhe të mos i di dikush që thot kom bërë libër për viktimat në Kosovë, mandej ka qenë ofenduese edhe fakti që thirreshin në burimet e Fondit për të drejtat humanitare në Serbi, që udhëheqet nga Natasha Kandiçi. Do të thotë për mua ka qenë shumë fyes, unë kam reaguar atë natë në Facebook, edhe pse nuk kam qenë në Kosovë, kam thonë është mirë me dalë me i thy ato informata, ato billboarda, sepse është sidomos për neve që kemi mbjetu, fakti që ata
Tani thojnë jo, nuk e kemi selektu mirë, se ka qenë kështu, thuhet se disa vjetra të burgosur politik janë ekzekutuar me armë në dorë, dhe nuk kanë bërë dallimin e asaj që fondi për drejtën humanitare në Serbi, sa herë që ne jemi arrestuar dhe kryqi kusht ndërkombëtar, po dhe Këshilli për drejtat e njerëzit në Kosovë, në atë kohë kanë bërë seleksionimin se për çfarë vepër cili i burgosur në politik është i arrestuar. Unë mendoj që ka qenë i qëllimshëm. Dhe pra po lidhna me teorinë e shmangjes që e përdor Albin Kurti dhe vetëvendosja, kanë deshtë me shmang vëmendjen publike, të opinionit publik, e kanë ditë që ofrohet edhe çështja e Vjosa Osmanit edhe e zgjedhjes presidentit, dhe ata vazhdojnë me këngën e vjetër, duke i deformuar faktet dhe gjendjen reale të funksionimit të Republikës Kosovës. Duke folur për Kosovën e pas luftës, ish ushtari i ushtrisë shkrimtare të Kosovës Niazi Kryziu tha se rrugtimin e saj drejt proceseve atlantike s'ka asgjë që ta ndalë. Mirkush tenton me narrativa hutuese me shit patriotizëm. Patriotizëm sot është që Republika e Kosovës me rrugtu institucionalisht, deklaroi Kryziu në rrëfimin e tij për dokumentarin ekspoze. Ka ndryshime të mëdha. E para, diskursi shoqëror në Kosovë kërkon trajtën e vet dhe pa marrë parasysh se kush do të jetë në qeverisje, mund t'i bëjnë dëm Kosovës dhe mandatin e tyre ta çojnë duke u marrë me të kalumën, duke u marrë me korrupsion, duke u marrë me zhvendosje trajektorës të rrugtimit të Kosovës. Unë mendoj që rrugtimin e Kosovës drejt proceseve të integrimit, proceseve euroatlantike, nuk ka kush ndalë. Gjaku që është delë për Kosovën nga dëshmorët dhe dëshmorët e Kosovës, nga invalid e luftës shqiptare, nga veterant, po edhe shumë tjerë, nga vrasja shumë civilve, djegja shumë pronave, e shumë krime që ka bërë Serbia, nuk ka kush ndalë. Është një brez i ri, si që jeni ju, cilët keni lind ose jeni rrit në frymën e lirisë, dhe robëria për juve është koncepti papranueshëm. Unë mendoj që Kosovën s'ka kush ndalë, miraj që bëhet horë për veti, qoftë kryeministri tashëm, qoftë kushdo që tenton me narrativa krejt hutuese edhe çmangta me shit patriotizëm. Sot patriotizëm është Republika e Kosovës me rrugtu institucionalisht, juridikisht dhe politikisht, edhe me ditë mu u rreshtu geopolitikisht dhe geostrategjisht, mas luftës në Ukrainë dhe sidomos mas luftës fundit në Iran, gjërat nuk janë gjithmonë të gatshme për Kosovën. Kosova duhet dëshmoj se është në vijën e drejtë. Gjaku i dëshmorëve duhet tjetë gjithmonë një udhërëfis për neve, por edhe përvoja institucionale e Kosovës për vitit 2008 dhe rrugtimi i saj. Pa partner, Republika e Kosovës mund tjetë qaluse, mund tjetë evonuar dhe mund tjetë deformuar në trajtën e partneritetit ndërkombëtar. I lindur në një familje adhetare, Niazi Kryziu dha një kontribut të jashtëzakonshëm për shtetin e Kosovës në çdo etapë të tij. Edhe sot Kryziu vazhdon kontributin e tij në procesin shtetërtues të vendit.